Atëherë, do doja që ta filloj programin duke ftuar një zonjush, duhet të jetë zonjush që është shumë simpatike, po përtej është zonjush, përtej bukurisë është edhe një psikologi që mua më pëlqeu shumë. Fola me të, nuk e njihja më përpara, unë po kërkoj të kem një terapiste që të vi her pas here në studio. Dhe padyshim që duhet të krijoj edhe një kimi, ne patëm një kimi shumë në zyrën tonë, është Jonarda Kërkuti, është themeluese e platformës Psikologu Online, që është një super platformë ku njerëz në Shqipëri dhe jashtë mund ta përdorin të bëjnë terapi online. Pas pak do kem Jonardën në studio dhe me të do të fillojmë një diskutim rreth pjesës së transformimit, rreth ankteve të mia dhe gjithçka që ka të bëjë me mua si grua dhe gratë dhe edhe burrat shqiptar. Kështu që do takohemi pas pak këtu. Jonarda, ti e para fare te Dalina Show. Kështu që nuk e di me çka ke hyrë, me këmbë në djathtë apo me këmbë në majt, apo se më mend. Kam hyrë gjitha. Ke hyrë me të gjitha këmbët. Mishë si o këta bot. Se do ishte një problem shumë i madh. Atëherë falenderoj që ke ardhur. Faleminderit ty Dalin. Po, edhe ne u takuam bashkë, kemi ndenjur bashkë dhe mua më ke pëlqyer shumë dhe do doja shumë që ne të ishim do uroja që të ishim her pas here në këtë rrugtimin tonë. E ndjej jo vetëm unë, por e ndjej edhe tek shumë njerëz të tjerë, ndjej edhe tek vajzat e reja që kam te 20 vjeçarët që kur bëjnë një pyetje ask questions në Instagram, të gjithë kanë tendencë të pyesin, të kërkojnë këshillim. Të tërë mund t'japin këshillim. Çdo personazh qoftë edhe që ka dalë qoftë 2 herë në ekran, mund t'jap një këshillim. Më kërkojnë dhe mua këshillim dhe unë shpeshherë them po kush jam unë që të këshilloj? Domethënë sa di unë për jetën. Dhe ja ku jeni, për shembull ti ke një faqe që është Psikologu Online ku njerëzit vinë. Pra ju jeni specialistë dhe njerëzit duhet të drejtohen tek ju në fund të ditës. Do të thotë kjo kultura e këshillimit, kështu që unë do doja që nëpërmjet edhe ndoshta marrëdhënies tonë ta promovojmë këtë gjë. Kërkojnë këshilla nga çdo faqe e mundshme, sepse nevoja është e madhe. Po pjesa e këshillave duke ardhur si nevojë e parë, duke drejtuar që unë më ndihmo ta kaloj këtë gjë që po kam tani, por kjo gjendje mund të jetë prej vitesh, edhe kur këshillat drejtohen ose kërkohen edhe nga psikologu në mesazhe, në fakt është e vështirë. Është një vështirësi edhe për ne vetë të japim një këshill, sepse ti nuk e njeh personin, nuk e njeh se çfarë në të vërtetë ka nevojë, pavarësisht se ai mendon ose ajo mendon që këshilla do e shpëtoj, por në fakt ajo këshilla kërkon që më shumë hulumtim tek personi, te jeta e tij. Por është e rëndësishme patjetër që drejtohet paktën te vendi i duhur, jo kudo. Na vin njerëz që ndoshta në jetën e përditshme, edhe vetë psikologët apo kushdo njeri mund të ndodh një gjykim në mënyrë të pandërgjegjshme. Por kur të vjen ai personi aty që ulet dhe ti e dëgjon, ti brendsohesh, përfshihesh me të dhe e kupton. Ky është çfarë ndodh në terapi, që jemi jashtë gjykimit. Dhe po të bëhet në mënyrë më të shpeshtë edhe nga njerëz të zakonshëm, do ishte një jetesë, ne themi më e mirë sepse ti jo vetëm flet me personin, po edhe e kupton. Gjë që ndryshon, se ne themi shpesh komuniko me njerëzit, por kur vjen pjesa për të kuptuar, aty ngecim. Tani unë se kjo ishte si thua një hyrje dhe i gjithë programi sot është një hyrje për gjëra që do ndodhi dhe unë e kapa këtë për të thënë që ne duam të jemi tek ajo zona gri, pa vënë faje për të mundohemi të kuptojmë njerëzit. Edhe njerëzit ndoshta edhe në një mënyrë të ndihmojmë edhe ata që mos ndihen të vetëm, se shumë herë ndihen të vetëm nga këto dënimet publike që i bëhet gjithçkaja, të ndihen të izoluar dhe pastaj gëzohen kur kuptojnë që ka dhe njerëz të tjerë si ata. Unë Jona kam dëshirë që në çdo program përtej pjesës, siç thash, përtej intervistave që mund të kemi edhe me njerëz të njohur, mund të kemi edhe muhabete të lezetshme, humor, kemi edhe histori njerëzish. Por këtë radhë unë vendosa që të mos specifikoj asnjë histori. Dhe diskutuam me stafin dhe thamë çfarë do bëjmë, do dalim në rrugë. Është një sipërmarrje shumë e vështirë të dalësh në rrugë, të bësh një gjë që e bën bota, që të bësh një pyetje atyre dhe të marrësh një rrëfim të momentit. Pra ajo çfarë u del nga shpirti. Dhe vendosëm që të merrnim gra, të cilat ishin, se ka dalë këtu në ekran, janë tek sheshi Skënderbej duke ecur, absolutisht të panjohur, nuk na prisin ne, dhe ne i bë vetëm një pyetje, çfarë të lodh ty më shumë si grua? Doja ta filloja me këtë sepse pastaj duhet të shkoj diku tjetër, bashkë me ty duam të shkojmë bashkë në një udhtim tonin personal, dhe doja ta analizonim pak përgjigjet e tyre. Pra kemi fillimisht të përgjigjen e nuk e di se sa, Olona, sa gra janë në pjesën e parë? Kemi rreth 6 gra. 6 gra, po, janë 6 gra tek pjesa e parë dhe pastaj kam veçuar një për një arsye specifike. 6 gra të cilat i kemi bërë direkt të pyetje dhe duhet të analizonim përgjigjet e tyre. Tani, le ta ndjekim.
Çfarë ju ka lodhur si grua në këtë jetë? Rritja e fëmijëve, unë kam jetu me vjerën derisa dola në pension. Kështu që lodhi ishte në vetë edhe për kushtim, shtëpia është e hapur se hyn e dalin gjithë nga që është vjera në shtëpi. Edukimi kalamajve, po shkollimi, po ti shkojsh mbrapa në universitet, po themi atë vjeçare shkollë mesme për të kujdes për to. Gjitha këto bashkë. Mua ka pak kohë që më ka vdek tim shoq edhe jam një qik shu, do me thonë, ke pjesa që pjesët e burrit do t'i bëj dhe unë do t'a kem një qik si afër ato. Kisha nevoj për ato, por jam mirë. Çfarë të ka lodhur si grua në këtë jetë? Pleqënia. Puna. Që nuk pushoj asnjëherë. Hallet, streset, problemet, çdo gjë që ka të bëj. Ka pas të bëj fakti që kishe të femra? Po. Shqyqyr Zotit, kam pasur një bashkëkohë që më kanë ndihmuar, por që është e vështirë. Pra, do ishte më e lehtë për gjinin tjetër. Absolutisht, po, në Shqipëri po njërë. Ndikon mentaliteti, e? Po. Këtu, e fëmijë të tjetisësh vetë, demokracia të plak në rrugë. Në Shqipëri është shumë e vështirë se jashtë shtetit bota ka bërë për gratë. Ndonjëherë më lodh meskiniteti. Më lodh edhe jo kultura të cilën ndonjëherë e gjejmë në shoqëri. Kjo më lodh. Domethënë, gjërat të cilat di t'i bëj vetë, nuk besoj që më lodhin. Madje i projektoj t'i bëj më mirë të nesërme. Femrat në Shqipëri kanë ngarkesë. Faktikisht burrat, meshkujt janë çik dembela. Situata është goxha e ngarkuar sot, kapitalizmi është shumë i egër, unë punoj në 2 punë, jetoj vetëm, jam me qira dhe prapë lodhur jam. Jam e vetë me pa mbështetje, pa asnjë lloj përkraje. Unë nuk doja burr në shtëpi, unë doja një të dashur. Faleminderit. Doja një të dashur treni. Të pija në i kafe që ka e shpiti. Më pëlqeu dhe jo më kote lam, se të paktën e ashtu pak situatën. Nuk është e lehtë që njerëzit të hapen këtu. Nuk është e lehtë. Nuk e di se si ti e sheh nga përgjigjet. Kur e the që i kam ka për papritur, edhe aty mundet të jenë treguar vërtet të vërtet. Sepse janë momente që, kanë një moment të tyre për treguar atë që kanë ndjerë çfarë në ditën e tyre. Dhe po të shikosh, aty jepen nevoja të ndryshme. Jepen dikush nevojë fizike, domethënë lodhje fizike, me që folëm për do të flasim për lodhjen. Tha unë lodhem nga puna, dikush lodhje emocionale, dikush një nevojë që ka nevojë të rri vetëm, për nga tjetër mungon mbështetja. Domethënë bëhet një konfuzion mes nevojave edhe asaj që ata vërtet, le themi, mundet të kërkojnë, nisur dhe nga pritshmëritë e jashtme, që rrita fëmijët, rritja pjesa e punës, pjesa e ekonomisë. Zonja e parë që tha ishte jetesa me vjerën, unë kam shumë qejf që të lexoj 9 fjali dhe kur thua jetesa me vjerën, do të thonë që ti dhe tha shtëpia ishte e hapur. Që të thotë jeton me vjerën, të thotë që ti nuk e vendimarrin atë shtëpi, nuk e pasur asnjëherë intimitetin tënd. Se unë vetë kam jetuar në komunizëm, kemi qenë unë kam pasur dhomën time me mami me babin, në një dhomë ishte xhaxhai me nusen, dhe në një dhomë tjetër që e kishim dar kuzhinën madje me një dollap të madh, me një derë kisha i dollapi, madje mua më duket dollapi magjik sepse hapi dera dhe ishte një dhomë tjetër. Për mami nuk ishte fare magjik ajo gjëja, po për mua më duket gjëja më e bukur në botë, dhe jetonte halla, atëherë që ishte e pamartuar. Mamin tim unë e majmend që në vitin 92 kur mori shtëpi të re, ka ikur dhe ka fjetur në Tulla dhe Llaç. Ndiheshe private, ndiheshe se shkëputur nga të parit vetëm të nevojave të tjerëve, sepse shtëpia e hapur tregon që njerëzit janë të parët, jo ajo. Pra një shtëpi e hapur është që priten vazhdimisht miq, me vazhdimisht njerëz aty. Edhe vjera, siç edhe mund të vi një mendim i parë, është që shikohet si një lloj personi që ndërhyn në jetën tonë. Ndërhyn në momente që neve mund të kemi nevojë të qëndrojmë vetëm. Desa e përmendi ajo është një figurë e rëndësishme, se i shkoi direkt atë gjën e parë, domethënë pavetdijshmja nxjerr atë që ti ke më shumë merak ose shqetësim. Kështu që janë vërtet të dhënat, cilat ose fjalë, se të dhënat duket shumë e ftohtë, po fjalë që vijnë nga e brendshmja e tyre në mënyrë shumë të vërtetë. Siç ishte e vërtetë ajo e fundit që tha do doja të kisha një dashur, edhe më pëlqeu, sepse e dashuri nuk është
Se ne do ta keq kuptojmë, do ta dëgjojmë këtë gjë, do ta dëgjojmë në TikTok. Dhe unë e di shumë mirë që do jenë komentet. Ja, kjo gruaja do një të dashur, goxha grua, s'ka turp, e thot këtë gjë. Mund të ketë edhe që do qeshi, po kryesisht njerëz që shkruajnë nisen që të lënë një shenjë jo shumë pozitive në komente. Por unë mendoj që nuk e kishte të dashurin se ai duaj një dashnor apo një ekstra martesës. Donte atë lloj marrëdhënie që ndoshta zbehet me martesën. Pra donte si thua atë kënaqësitë e para, atë lidhje. Po kënaqësitë e para, po atë pasionin, qefin që të rish me atë njeriu. Që shpesh nuk ndodhet, shpesh martesat nuk bëjnë ato që janë, ose burrat presin nga gratë më shumë se ç'duhet, ose ti ke pyetje pse është ky burr në pse ti detyrohem unë këtij burrit, kështu që duket si një zonjë e çliruar nga ato komplekse që mund të kenë mbajtur për një kohë gjatë. Edhe më në fund e tha ato që kishte nevojë me shumë zë të lartë edhe në një media. Domethënë duket si një shpëtim edhe e shprehu në një farë mënyrë, nëse mund të bëjmë pak analizë të gjuhës trupit, e shprehu edhe me trupin e saj, duke përqafuar, duke e dhënë me të vërtetë që ka të nevojshme. Edhe për qeshtë domethënë po gëzoj edhe me faktin që e tha, domethënë po i shionte edhe vetë. Është çlirim tensioni i mbajtur, sepse fjalët e pashprehura krijojnë tension në trup. Unë shoh pafund histori të tilla në rrugët e botës, ata janë shumë më të lirshëm dhe siç thua bëjnë një lloj vetë analize apo shkojnë gjëra specifike, ne kemi dëshirë të rrim në sipërfaqe ose themi më ka ndodhur kjo fatkeqësi, por jam mirë. Po flas për vete, po një sekondë se po më shikojnë ata, kemi gjithmonë ata. Dhe pikërisht për çështjen e botës dhe të atyre, unë veçova një sinkron nga këto gra dhe doja ta dëgjonin bashkë. Mua s'm ka lodhur asnjë sinkron, jam e lumtur që kam rritur me dinjitet fëmijët e mi, me kulturë, me edukat, dhe nënat nuk duhet të lodhen kurrë. Bileti ndihmojnë fëmijët në strese dhe në gjërat që ata kanë. Unë jam grua pozitive në realitet, i marr gjërat me sportivitet. Një shoq ka ndruar jetë ka 4 vite, por gjatë jetës kemi pasur ulje ngritjet tona, gjithsesi si çdo familje. Por jemi munduar ta mbajmë me forcë familjen për të lënë mbrapa fëmijët tanë. Shiko, kjo grua tha që unë jam e lumtur. Unë nuk kam asnjë problem personal me njerëz që thonë që jam shumë mirë, sepse ka njerëz që në një moment caktuar, në atë orar dite, në atë ditë të caktuar, ajo e mendon këtë. Por mua unë nuk e besoj. Për mua ajo bëri një lloj morali që nuk duhet ta bënte, sepse ajo vetë nuk e beson atë që nëna duhet, pra ajo sikur ja thoshte vetes. Pra është ajo ndjesia fat që mua më torturon shumë edhe tek mua të qenit grua, që kam një mikrofon, kam një publik, është bota para meje në këtë moment dhe botës duhet i themi që nënat nuk duhet të lodhen kurrë. Pra ajo po jepte, po thoshte një gjë të pamundur, sepse ajo vetë ka pasur ditë që lodhet dhe ndoshta se ka thënë, se ka kuptuar njëri dhe ta thoshte e para. E dyta, ajo e filloi që unë kam rritur fëmijët me dinjitet, pra ajo sikur kishte po i shkruante dëftesën, pra për ta shprehur ato që ka arritur, pra arritja e fëmijëve është që arritja e saj. Është gëzim, dhe e treta që më bëri përshtypje tha unë jam pozitive. Dhe këtë e ka vënë tek shumë njerëz në Shqipëri që shkruajnë ose përshkruajnë për shembull, ose kur ftohen në spektakle ose kështu. Çfarë është gjëja që ti vlerësonte vetja, jam shumë pozitive. Unë këtë fjalë s'e kam kuptuar kurrë, do të thotë pozitive. Po. Nuk e di se si e pe ti. Unë nuk dua më fal për t'ju thënë, nëse këto gra e shohin emisionin, nuk po i inspektojmë për të rënë, por inspektojmë për të kuptuar të gjithë bashk se për të kuptuar diçka më shumë se si neve paraqitemi në publik dhe si ne, si thua, shprehemi apo se nuk di se si ta. Dalina bëre një ndërhyrje shumë të ndjeshme, kundrejt personave që morën guximin dhe të thonin këto që thanë. Kështu që patjetër dhe vërtet ju kërkojmë falje nëse ndonjëherë analizojmë rastet e tyre specifike, por e bëjmë për të kuptuar më shumë se si njerëz të tjerë, si ata, mundet të jenë duke menduar një të gjë, por në të vërtet nuk është ashtu. Pra duhet shkojmë pak më thellë, sepse fjalët që mund të dëgjojmë janë ato justifikuese, pra e shprehin deri një pikë, siç e the, ato nevojë ose ato probleme që kanë, pra po jam lodhur, jam stresuar, fëmijët, çdo gjë, por ngecin aty dhe më pas e justifikojnë ose e nxjerrin anët pozitive. Kur anët pozitive ndonjëherë mund të jenë thjesht sipërfaqësore, mund mos jenë ato që i përmbushin vërtet. Vetëm çfarë na kanë mësuar të tjerët, që mund të jenë prindrit tan shoqëria jon, që na thotë përmbush këto stade do jesh i lumtur, dhe në të vërtet njeriu që i kalon këto stade kupton që nuk qen ka ajo çfarë kishte dashur, por ama i vjen keq të ecë poshtë vite që ka kaluar, duke i mohuar dhe duke i ndryshuar ato, sepse kërkon guxim shumë më ta rikthesh dhe njeritën tënde me një film të ri, dhe këto po mund të jenë zëra që ne u themi vetes. Po, i dëgjojmë ato aspekte që ne japin atë, le themi, justifikimin që po
jetuam një jetë, patëm këto arritje, por në fund a ishe ti i lumtur në të vërtetë Këtë se bëjmë dot neve? Sepse është guxim shumë i madh. Unë besoj që në terapi kështu e fillojnë terapinë shqiptarët. Më fal që do them shqiptarët her pas here, po jemi në Shqipëri dhe mua më interesojnë vetëm shqiptarët për momentin. Mund të thoja edhe grekët, italianët, por më interesojnë dhe kështu që nuk është se po i veçoj shqiptar nga bota, po dua të flas. Jemi në këtë kontekst, kështu që do të flasim. Mbaj mend që duke që se unë jetoja në Amerikë dhe aty njerëzit ishin më të lirshëm edhe kishin edhe terapinë edhe të shprehur e kanë më të zhvilluar. Mbaj mend i çoj mamit një pyetësor që cilët aktora e pëlqente? Shqiptar? Çfarë pëlqente, or çfarë filmi ajo dishte? Unë mamin mbaj mend që ka parë një film që ka qenë një Richard Chamberlain, ka qenë një serial australian me Maggie, nuk e di, dhe ajo i ndishte shumë këto filma të huaj. Dhe mami kthem përgjigje, më pëlqen shumë Tinka Kurti. Më pëlqen shumë, domethënë, kthem përgjigje shumë pro për mua, fëmijës së vet në Amerikë. Nuk kam asgjë me Tinka Kurtin, super aktore. Por nuk e kam dëgjuar ndonjëherë mami të çmendë për Tinka Kurtin dhe filmat e saj. Vet, ajo shite filma sepse kështu ishte arritur në botën e saj, dëgjonte Celentanon, Massimo Ranierin dhe shite filmat e huaj, vdiste për Richard Chamberlainin, Kevin Costnerin kur më vonë. Pra kishte aktorët e saj dhe të brezit të saj. Dhe papritur përgjigjet e saj për shkollën time, sepse ajo ndoshta subkonscienca e vet, unë po e përgatis të gjën, ajo i duhet detyrë shkolle, filloi të bëjë shumë sikur domethënë ndryshe do prekte në tela, do ofendonte njerëz dhe sikur po mbronte diçka që ishte pa. Dhe kështu më janë dukur gjithmonë dhe kam pasur inati që nga mamim dhe gjithmonë kjo gjëja që pse e bëjmë ne këtë. Çfarë don të dëgjon vetë dhe çfarë doan të dëgjojnë të tjerë. Pse kemi kaq shumë të rëndësishme këtë të tjerët? Është shumë, është gati më duket torturuese. Komuniteti i vogël i ka këto. Domethënë edhe paktën në studime shikohet që është shumë e rëndësishme ti ke njohje mes njerëzve që vinë më të shpeshta. Sikundër se mund të ndodhin ndoshta në New York apo në qytete apo shtete të mëdha, ku njerëzit janë më individualist, edhe i perceptojnë gjërat më shumë siç ata i ndjejnë edhe dëshirojnë t'ia transmetojnë të tjerëve, kurse këtu ne kemi të nevojshme të marrim konfirmime, marrim vlerësime të jashtme, sepse pa to ne nuk jemi ajo që duhet të jemi, jo që duam të jemi, por çfarë duhet, sepse edhe folja ka rëndësi në këtë. Edhe normalisht dhe këto përgjigje, shablon që mund të vinë nga ajo që çfarë tjerët duan të dëgjojnë. Edhe derisa ne t'i heqim këto, do jemi duke bërë një lumturi ose një kënaqësi, duke marrë kënaqësi nga gjërat tona, jo le themi të plot. Edhe kjo krijon bashkëllëqe dhe krijon lodhje. Është shumë lodhje dhe mbajmë ca, unë e thash edhe tek Alketa, ne mbajmë ca kryqe të panevojshëm. Dhe më vjen shumë keq sepse kemi vetëm një jetë. Është shpreha YOLO, thësh shprehje adoleshentësh, you live only once. Duket kështu, ha më tash me këtë shprehje, po realisht ke vetëm një jetë. Dhe mban ca pesha të panevojshme dhe kujt do t'i shpjegohesh. Tani unë mund të flisja pafund për shumë tipare shqiptarësh, vazhdoj të them shqiptarësh. Mund të flisja pafund, por që do doja që ne t'i ndanim në episode dhe siç thash në varësi të historisë. Por unë sot në fakt do doja që ta filloja me veten.